pikë po e quaj pakthim, apo ka ende një hapësirë për një zgjidhje në rrugë diplomatike? Po t'i referojmë asaj se çfarë u tha dje, sidomos deklaratat e presidentit Donald Trump, i cili tha se kemi pasur edhe sinjale nga Teherani për të vazhduar ato bisedimet që nisën në Gjenev, që nisën në Gjenev javën e kaluar. Atëherë le të kuptohet se rruga diplomatike është e hapur. Madje kjo tani, mbas këtyre sulmeve dhe vrasjes së udhëheqësit shpirtëror Ali Khameneit, duket se i hap edhe më tepër mundësi kësaj diplomacie. Pra, diplomacia mund të funksionojë tani edhe më tepër mbasi siç dihet dëmat janë të mëdha në Iran, sidomos janë dëmat të mëdha, ku mendohet se ka rreth 800 të vrarë deri tani. Por sidoqoftë edhe zgjerimi i konfliktit dhe sulmet e Iranit ndaj bazave ushtarake amerikane dhe shteteve përreth Iranit, siç është Arabia Saudite dhe Kuwaiti, Jordania, Katari, Baherini dhe shtetet e tjera, dhe Izraeli natyrisht që është në qendër të sulmeve, tregon se diplomacia do të jetë edhe zgjidhja e fundit. Këtë më së miri mund ta kuptojmë nga ajo çfarë po ndodh këtu në New York në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ku dje ka pasur një mbledhje të Këshillit të Sigurimit, në të cilën është bërë thirrje për uljen edhe një herë në tavolinën e bisedimeve, po. Bisedimeve dhe diplomacia të funksionojë. Por këtu ka një problem të madh. Cili është? Ai problemi më i madh është ky, se edhe lufta që nisi dhe edhe ajo që konsiderohet rrezik është diplomacia e Rusisë dhe e Kinës në këtë mes. Këtu është i gjithë rreziku i asaj, cili do të jetë reagimi diplomatik i këtyre dy vendeve. E qartë. Deri tani Rusia është treguar. Kemi marrë ndonjë reagim, po themi, të drejtë për drejtë. Ka qenë më matur dhe më tërhequr lidhur me këto. Dhe kjo ka lënë hapësirë edhe për atë që diplomacia mund të vihet në funksion në Kombet e Bashkuara dhe mund të ulen përsëri në bisedimet mbas këtyre bombardimeve dhe mbas këtyre dëmeve që janë shkaktuar dhe kësaj lufte që nuk i dihet ende nuk i dihet fundi. Atëherë ajo që zgjidhja e përfundimtare do të jetë patjetër do të jetë diplomacia. Zotësina, dhe një tjetër pyetje ndoshta për të kuptuar pak më tej, ne kemi një shprehje që thotë miku i mirë në ditë të vështirë. Dhe me rikthimin e presidentit Donald Trump u duk se një nga liderët, në thonjza apo e quaj liderët e preferuar dhe që bëri edhe mjaft takime ishte pikërisht kryeministri